Причината зошто Европската демократска партија не учествуваше на локалните избори се дистанцираше од НАИ во емисијата Ајде да зборуваме, ја објасни председателот на партијата Арјани Хоџа, како што изјави тој, причината е тоа што политичката идеја за предлагање на најдобрите кандидати за градоначалници била девалвирана. Како пример ја наведе општината Рачиново, каде што иако Ридван Ибрахими бил победник во анкетите, сепак било одлучено да се предложи друг кандидат, само поради, како што вели, каприците на неколку лидери во рамките на НАИ. E marr si shembull për shembull komunën e Haraçinës. Unë kam patur në parti kuadër që ka qenë shumë më dinjitos për ta përfaqësuar komunën e Haraçinës. Por unë nuk ja kam kërkuar zotit Ahmeti komunën e Haraçinës jo ndaj respektit të BDI-s, po mua më ka ardhur turp të largoj Ridvan Ibrahimin nga komuna e Haraçinës, kur e dim shumë mirë për gjitha projekte dhe punët që ai ka bërë dhe i ka rregulluar në komunën e Haraçinës. Dhe unë, kur e kam vendosur pjesëmarrje në AKI, unë kam vlerësuar që ata të cilët meritojnë që të mbeten në pozicione, nuk duhet ne me çdo kusht, vetëm se kemi ambicje të ngushta partijake, që t'i zavendësojmë vetëm që të na numërohet një komun plus si parti politike. Следната причина според Хоџа била и загубата на неколку општини поради нарушените односи помеѓу Зједин Села и Арвен Травари, кои, како што рече, не зборувале меѓусебно, што негативно се одразило врз гласачкото тело. Kur ti thua krijon një beslidhje, në veshin e qytetarit ti don të krijosh një pajtesë të madhe për një ide gjithë shqiptare, për një ide të madhe. Dhe ti e shef që në konvent apo në takimet paraprakës se të krijohet konventa, dy lider brenda AKI-s nuk pranojnë të japin dorën njëri tjetrit. Dhe ti pret që ta bindësh votuesin për të krijuar një beslidhje të madhe të kësaj ideje. Mendoj se absolutisht është u devalvua koncepti mbi të cilën është dashur të ndërtohet. Pastaj mos hyj në atë detajet se këto kanë qenë zgjedhje lokale. На крај Хоџа додава дека најголемата одговорност за случувањата со општините па е врз Ахмети, затоа што, како што вели, им верувал на